Vëllezër besimtar, fillimisht e falenderojmë Allahun Azza wa Jall për çdo mirësi që na ka dhëruar. E mirësinë më të madhe është që Islam na ka udhëzuar. Ndërsa përshëndetjet më të përzemërta i dërgojmë Resulullahit alayhi salatu wasalam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe besnik dhe mbi gjithë ata të cilët pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Unë para se të fillojmë ligjërat, kisha dashur me falendëru hafazin e nderuar. Besoj që çdo njeri për juve ndëgjut një zot që rrallë herë ndëgjon vallahi. Do thonë, me ndëgju si zot bukur. Ne na mësues se kam studiu në Saudi, në Medinë, kena dëgjuar shpesh herë zot bukur, po në shkollë rrallë e hiç me dëgju si zot bukur. Po ashtu e kena njëjtë edhe hafazin e nderuar, Hafaz Ademin që edhe zani i tij është në një nivel tjetër. Do thonë, të kishish kësi hafazllar me xhlisin ton, të kishish hafazllar që të recitojnë para ligjëratës është një mburje dhe krenari. Vallahi, hafaz Allah i shpërblej që në njerëzim me shpreh njëri atë lumturi që ndjen brenda vetes kur dëgjon zot kaq bukur edhe me fjalën kaq bukur. Do thonë, kur bashkohet bukuria e zanit dhe bukuria e Kuranit, del diçka që s'mundet kërkush me përshkruajt. Për këtë arsye lim që secili prej ne i thon Allahut elhamdulillah që na mundson më kanë kësi tubime për me ndëgju kësi zani. E tema jon e dersit sotit është pasi që e mbarum historinë e Ademit alayhis salam, fillojmë do të thonë me historinë e Idrisit alayhis salam. Po mes Ademit alayhis salam edhe Idrisit alayhis salam është një pejgamber që së shpërmen shpesh e ne gjatë historisë të Ademit alayhis salam kena e përmend nga pejgamber që më ia shpjegoj shkurtimisht historinë e tij. Pika e parë për historinë e Idrisit alayhis salam për ta ndërlidh jetën e Idrisit me jetën e Ademit alayhis salam, lipmi të kalu disa etapa që shkon deri te Idrisi alayhis salam. Do të thonë, tash e kemi mbaruar në historinë e Ademit alayhis salam, e kemi mbaruar historinë e Habilit Kabilit, historinë e grujës sport kriju me Havës, historinë e zbritjes Ademit në xhenet, tash automatikisht për të ndërlidh ligjërata me Idrisin alayhis salam, lipmi ka përci disa pika që janë mes këtyre të dyve. E para si pikë është Kabili, mbasi e vroi vllajën e vet Habilin, u largu prej atij vendi. Për shembull, e ekzekutoi. Bisedum në javën e kaluar që Habili, domethënë Kabili u vra, Kabili e vrojti automatikisht Habilin për shkak dashurisë për atë grujën që s'mund t'i marrë që Allah i sa pranoi kurbanin. Ato të cilat kanë mungu javën e kaluar mundin me xhuli ligjëratën, edhe automatikisht e kuptojnë poentën e kësaj ndërlidhje. Domethënë, Kabili e ka vrarë vllajin e vet, edhe automatikisht mbasi e vran largohet. Domethënë largohet pi vendit cilin e ka vrarë dhe shkon për me jetu me familjen e vet. Shkon se atëherë nuk ka pas gjykat. Atëherë s'ka pas as polici. Atëherë s'ka pas as prokuror, as përndjekës që kanë mujt me arrestu edhe me bo. Po atëherë ka qenë vetëm sinjali i dënimit të Allahut. Edhe automatikisht u largu domethënë Kabili me familjen e vet u larguan me një vend. Edhe u vendosën me një vend, edhe gjatë atij vendi duke qëndru, piç atij fillon shthurja. A di pse fillon shthurja? Se Kabili e boni një vepër makbare, domethënë vepër që s'ka pa asnjëherë njerëzimin atkoh. Domethënë ja mur gjakin dikujt, ja mur shpirtin dikujt. Domethënë ja mur padrejtisht shpirtin. Edhe tash fillon ajo shthurja morale, ajo prishja morale e Kabilit me familjen e vet. E vazhdon pika e dytë, ku thot përfundimi i Kabilit nuk dihet asnjëherë. A dini pse nuk dihet përfundimi i Kabilit? Se nuk është hiç me rëndësi mi a ditë përfundimin e Kabilit. Ama hiç s'është me rëndësi. E diçka është me rëndësi. Me rëndësi është që Kabili ka vrarë. Ama hiç është me rëndësi se ku e dha shpirtin, ç'e dha shpirtin. E kjo është një hadith i pejgamberit alayhis salatu wasalam, ku thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, çdo njeri që vritet padrejtisht deri në ditën e Kiametit, para mendoni, çdo njeri që vritet tash në ditën tonë, më herët që kam u vrinë të ardhmë, do të thonë, çdo njeri që vrat një pjesë e gjunait, ku kam i shku Kabilit. Që ky hadith mjafton me kallëzu se çfarë poshtërsie Zoti i ka bëu Kabilit. A e kuptoni? Domethënë, poshtërsinë më të madhe Allah ja ka dhënë Kabilit shkaku i vrasjes edhe tash vran dikush këtu në Shkup, një pjesë gjunait i shkon Kabilit. Para mendoj se haron. Domethënë kjo hadith është hadith që tregon se nëse ti krijon një gjuna të ri, për shembull, e krijon një gjuna që se ka bë kjo tokë, që se ka bë kjo botë, edhe automatikisht ti e krijon gjunain. Nëse dikush e vepron gjunain mas teje, ti të vin gjunait kështu. Hajde. Mas ti të lidhët e sinxhirit, domethënë të lidhen ato vagonat për masë dhe ti shkon te Allah e llogari për çdo njonin që e ka bë gjunojin, edhe pse ti nuk i ke thënë atij bane, po ti i kon krimtari atij gjunojit i parë. Pika e tretë është Ademi alayhis salam e ka pas një djalë të vogël. Ai djali i vogël e ka pas emrin Shith. Shithi është djali i fundit i Ademit alayhis salam. Duke lexuar historinë e Ibn Hishamit, për historinë e pejgamberëve, e pash një detaj, thënë Idrisi alayhis salam e ka zënë gjallë Ademin alayhis salam. E kur e ka zënë gjallë,
janë kanë gjallë edhe Kabili edhe Habili. Do të thonë Kabili është kanë gjallë, do të thonë Kabili ka vrarë Habilin, Kabili ka mbet gjallë. E tash Ademi alayhis salam pasi e ka pa që e ka vrarë djalin vet, e ka vrarë djalin tjetër të vetin, është dëshpëruar shumë që Allah e ka gëzuar me një djalë edhe e ka gëzuar me shidhin. Do të thonë ka qenë gjallë në këtë rast Kabili kur e ka dhënë shidhin. Edhe shidh do të thonë dhurat pi Allahut. Dhurat pi Allahut që o Adem mos u dëshpëro, pavarësisht që ndodh, çka ndodh këtë jetë, ti mos u dëshpëro asesi. Edhe Allah i jep shithin alayhis salam, jep Ademit alayhis salam, edhe Ademi alayhis salam ja mëson këtë zanatët e kësaj bote, se ka qenë, do të thonë njerëz të parë tokë, ja mëson këtë zanatët, edhe ja mëson prej çështjeve të fesë. Kur thojnë anë që një pejgamber e mëson një njeri, çka shkon me, çka e mëson? E mëson dije fetare apo? Do të thonë nuk ka pejgamber që mëson për shembull në trunin ton, nuk ka pejgamber që ti kanë mëson, për me prashit, në baçe, për me dalë me miell kompira, për me bëj diçka tjetër. Jo, pejgamberi i Zotit mëson veç për fe, ama në këtë rast është e kundërta. Në këtë rast, Ademi alayhis salam shithit ja ka mësuar edhe zanatët, ja ka mësuar edhe, do të thonë ulumuddin, ja ka mësuar çështjet e fesë që ja ka zbrit Allahu azza wa jall. Do të thonë këtë rast ja ka mësuar tu dia, pse? Se në atë kohë ka desh me pat shumë, ama shumë ka desh me pat informacione se kur gjos është ditë. A e kuptoni? A disa është interesant me shku me një venti, për shembull nëse shkon në një shtet huj, merrni çka si shembull, shkon në një shtet huj, kur s'ki pa për atë vend, kur s'ki ni për atë vend, kur s'ja ki ndëgju emrin atij vendi, po ti veç kyra, ka çu dikush rastësisht. Çka bën ti në atë vend? Mundosh me marrë informacione apo? Edhe Ademi alayhis salam i ka dhënë informacione për tokën se çysh me jetu. A pejgamberi alayhis salatu wasalam tregon se shithit ju ka dërguar 50 flet. A disa janë 50 flet? Kurani është vetëm një flet. Shithit 50 herë më shumë se pejgamberit alayhis salam. E bot një pyetje këtu. Pse shithit 50 flet pejgamberit alayhis salam një flet? Se sa më shumë mësohen njerëzit, sa më shumë ka njohuri, çaq pa pak vjen zbritja e librave. Do të thonë, çaq më shumë që din njerëzit, çaq më pak ka nevojë për libra. E në këtë rast ja ka dhënë 50 shithit për me mujt me mësu shithit se çështu lip me het në tokë, çështu lip me shku në tokë, çket lip me bon në tokë, çështu lip me u fal, çështu lip me bot. Do të thonë, shumë se ne dinit të Allahit ju kanë mësuar për atë kohë që ka ekzistuar atje. E kjo është historia interesante e shithit, se si ka ardhur shithi edhe pse ka ardhur shithi. Vazhdojmë pikën tjetër. Pika e katërt është për mu dash mu ka një suksesshëm, se e përmendëm se edhe lip me ditë sene pejgamberi Zotit ja ka mësuar edhe senet e dunjas edhe senet e fesë. Mone men, ama mone men mirë që këtë. Për mu ka një suksesshëm, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, lip mu ka një suksesshëm edhe në punën tane, edhe në fejën tane. Që këtë fjali ka me thonë, kupton e drejt që shdu me thonë. Nëse i e i suksesshëm veç në çështjet e fesë, i suksesshëm falësh, i suksesshëm agjeron, i suksesshëm adhuron Allahin, po kur të vetët puna për ka çështje e dunjas, stanin hiç për dunja, dije se ti je besimtar i dështuar. A e kuptoni? Allah azza wa jall po do me të mësu nëpërmjet Ademit, edhe shithit, po do me tregu se për mu kon besimtar i denj, për me fitu këtë botë, për me fitu edhe botën tjetër, tili mu kon edhe punëtor i zhvillum i kësaj pune, se mane men, studenti që është i suksesshëm provime, ajo është pjesë e fesë, suksesi ati është pjesë e fesë. Punëtori që është i suksesshëm në punën e vet, dine se suksesi në punën e vet është pjesë e fesë. Baba që edukon fëmijën, nana që edukon fëmijën, motra që e këshir vllajin, motra që përgatit ushqim, gruaja që përgatit ushqim, dine se gjithçka që bën është pjesë e fesë. Ne jetojnë në këtë botë për me fitu ahiretin. Hajde dikush, mos linde hiç, mos dalin në dunja, mos jetojë etapat e dunjas, edhe ne të shkojnë në ahiret dhe ta fitojë xhenetin. S'munët. Është procesi i jetës që ti li më kanë pjesë e kësaj tokës, li mi pa pak do harame, li mi pa haramët, edhe tu dash me bo haramin, mi thonë stop haramit, e she namazin si sfit, i she 5 kot namazit, duke të ranë mi falë 5 kot namazit, li me motivu vetën, duke mendu xhenetin e Allahit, duke mendu razin e Allahit, për mi falë 5 kot namazit, për mu largu pi haram me fitu xhenetin e Allahit. A e kuptoni se çfarë shkolli i ka dhënë Ademi shithit? Li më ka një suksesshëm edhe në dynja, li mu bo edhe milioner në dunja, ama edhe milioner në ahiret. E dikan Zoti se ne ban milioner në dunja. Për shembull, ti jep mund, punon, qosh ka 8 orë, 10 orë, 2 motor punon, s'tjep Allah, s'ka sprovu Allah, se Allah me bo me dhon ty, bën e ment, ato që i sprovon Allah, me bo me dhon Allah dikujt, që pak ka pare, me dhon shumë, Allah e ditar më tash ne supozojna 100%, pa Allah ndonjëherë nuk jep robit vet, se me dhon e ledinin. A e kuptoni? Me dhon Allah shumë pare, ti e ledinin, për çka Allah çon ti sa herë me vështirësi, me probleme, ti me kriju dinarin tanë, pse? Ama ti është razi edhe në dinjën e Allahit.
Për këtë arsye, çdo njëri prej juve, shumica tri, lipni me qenë suksesshëm shkollat e juve, punat e juve, po bashkërisht edhe në dinin e Allahut, me obligimat që i ka dhënë Allahu për me fituar shpërblimin e Allahut Azza wa Jall. Pika e 5 dashur besimtar është shithi u bë profet, para mendo mos ishte i suksesshëm shithi në tokë, edhe ishte i suksesshëm çështje e fesë, u bë profet. Allahu Azza wa Jall e boni profet shithin alayhi salatu wassalam. E Allahu Azza wa Jall në tokë i ka zbrit 104 fleta. Bane në këtë numër, 104 fleta, për këtive 104 fletave, 50 fleta e ka shpërë vetë shithit a.s. Halos kena iti historia e Idris a.s. Nuk po hina së është historie shkurt, shumë pak edhe e mbarojna, për këtë arsye. Në vëllon shithi a.s. i ka marrë 50 fleta, 50 libra për më arrit me sistemue drejtën e jetës. E ta shfillojmë në temën tonë cilën e kemi Idrisi a.s. si profet i Allahut Azza wa Jall që është dritë e udhëzimit për gjithë besimtarët. Unë para se me fillu, do thonë, histori për me shpjegu të Idris a.s. Kësha dash mi përmend dy ajete kuranore, ku përmendet Idrisi a.s. ku thot Allahu Azza wa Jall, "Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Thot përmenden librin tan Kur'anin edhe Idrisin, vërtet që ai ishte njëri vërtetës dhe pejgamber, thot dhe ne e ngritëm ata në një ngritje shumë të lartë. E kemi ngrit me një vend shumë të lartë. E për këtë ajetin e dytë do ta shpjegojmë detaje se Allahu Azza wa Jall çish e ka ngrit Idrisin alayhi salatu wasalam. E pika e parë për te Idrisi alayhi salatu wasalam është që Idrisi, profeti i Allahut Azza wa Jall, erdhi 6 breza mbas Ademit alayhi salatu wasalam. Idrisi alayhi salam përmendet në shumë libra. Për shembull, është përmendur edhe në Dhjatën e Vjetër. Për shembull, në Dhjatën e Vjetër, Ahdul Qadim, që e përdorin libra edhe të krishterët po edhe jahudit, përmendet me emrin Ohnun, ku te një verset i këtij libri shkon thot dhe Ohnuni shkoi me Allahun dhe nuk u kthye kur. Kjo nuk është pjesë e temës tonë, por vetëm për me marrë dëshmi se ekziston edhe në Dhjatën e Vjetër për që bisedot për Idrisin alayhi salatu wasalam. Ndërsa grekt e kanë përmend Idrisin alayhi salatu wasalam me emrin Hermus, ndërsa egjiptianë e kanë përmend me emrin Tuti. Do të thonë, këto janë emrat të cilat ja kanë adresuar hujt, ja kanë adresuar Idrisit alayhi salatu wasalam. Idrisi alayhi salatu wasalam ka qenë pejgamber para Nuhit. Tash ne mësum Ademin, e tregum shkurtimisht për shithin, tash e kemi Idrisin, e mbas Idrisit vjen Nuhi alayhi salatu wasalam. Do të thonë pejgamber i tretë, i pari ishte Ademi, i dyti shithi, i treti është Idrisi alayhi salatu wasalam. E Idrisi alayhi salam ka lip në qytetin e Babilonit, në Irak. Disa thojnë, a mendimi tjetër është që ka lindën në Egjipt. Do të thonë këto janë dy pohime që në shumtën e librave përmendet, nuk ka për këtë hadith sakt, po përmendet që disa thonë që ka jetuar edhe ka lindë në Egjipt, e disa thonë që ka jetuar në Irak, Babilonus. Do të thonë në kohën e vjetër. Pika e 4 dashur besimtar është që Idrisi ishte babgjyshi i babës, kështu ka thonë. Idrisi ishte gjyshi i babës të Nuhit alayhis salam, që në loza e pejgamberëve. Ademi, djali i Ademit Shithi është një trashëgimtar, do të thonë Idrisi është trashëgimtar i Shithit, e tash para mendoni Idrisi alayhi salatu wasalam është gjyshi i babës të Nuhit alayhis salam. E kuptoni është e qartë? Do të thonë kjo loza e pejgamberëve, se mbas Idrisit alayhis salam ndodh tufani i madh që bën shumë shkatrime të mëdha, shkatron shumë njerëz, shkatron shumë popull, do të thonë sa kanë jetuar në atë kohën Idrisit alayhis salatu wasalam, edhe mesim shumë pak njerëz, e kuptoni? Sigurisht pas rilind bota mbas tufanit të madh. E për tufanin e madh inshallah do folim në temën e Nuhit alayhis salatu wasalam. Thuhet që Idrisi alayhis salam e kanë zënë gjallë Ademin alayhis salam, e kanë zënë gjallë se Ademi alayhis salam tregum ligjratën e kaluar sa vite ka jetuar. 940. Disa thojnë 940, disa thojnë 960. E nëse ka jetuar 960 vjet, 940 vjet, historian, do të thonë Islam tregon që e ka mri Idrisi alayhis salam, Ademin alayhis salam gjallë. Emri Idris, kush e di emrin Idris, prej ka e ka kuptimin, edhe shka e ka kuptimin, një hedije e ka fituar Aldini ligjratën e kaluar. Ama tash e fiton dikush tjetër për juve, nëse e di dikush emrin Idris. Shumë e lehta me kuptu këta. Kujna ne mundi me kuptu. Kuptimi i emrit Idris. Për Google o me këshy? Do thonë, a ka dikush ajo? Do thonë, kuptimi i emrit Idris, kështu sa lehta, kupton? Idris. A që sa lehta me thonë? A ka dikush vështirësi me thonë emrin Idris? Shumë pak njerëz mund me pa të vështirësi. Allah azza wa jalla ja ka thonë Idris emrin, sepse ai ka mësuar shumë. Ka ardhur pi emrit dersave. E kupton? Ai ka mësuar shumë, edhe shumë ju ka dhënë njerëzve ilm. E kuptoni? Ai non stop a kon i lidh me njerëzit çat shumë në kohën e vet, që i ka mësuar shumë njerëzit din të Allahit, i ka mësuar shumë njerëz din të Allahit, edhe emri i tij vjen prej dersit. Dersa yadrusu Idrisun. E kuptoni?
Do thonë, ka mësu, i ka mësu njerëzit, vetë ka mësu shumë, i ka mësu njerëzit, edhe emri vetë ka ardhur pi rrënjës folje DRS, do thonë Idris. E kuptoni se është lehtë me shqiptu emri Idris. Edhe po ashtu është emër shumë i vjetër. E kuptoni se është i vjetër. Do thonë me qindra mijë vjet. Do thonë pi kur Allah Azza wa Jall e ka kriju tokën. Do thonë pi fillimeve të para është emri Idris ekzistent. E pejgamberi Allahut Azza wa Sallam e përmenda që i ka shpallën 104 fleta, 104 fleta. 50 ja ka dhënë Shithit. 10 ja ka dhënë Ademit, bojnë 60 apo. 30 ja ka dhënë Idrisit alayhis salam, 30 fleta, para 30 Kurana si më thon sot, ja ka shpall Idrisit. 30, do thonë 10 Ademit, 50 Shithit, 30 Ademit, sa bojnë? 90. Edhe 10 ja ka shpall Ibrahimit alayhis salam 100. 4 cilat janë tjerat? Zeburi, Teurati, Injili, edhe Kur'ani. Do thonë 104 fleta. Me këtë hadith pejgamberi alayhis salam po do më thon. Apo do më thon një kuptim i mirë i Ibn Kathirit tojke. Po do më thon që prej Ademit alayhis salam dejte Muhamedi alayhis salam, Allah i ka shpall 104 libra. 104 libra që me këto 104 libra ja u ka mësu historinë e njerëzimit. Ama historinë e njerëzimit se çysh me jetu, çysh me adhuru Allahin, këtë punë që mi bon dunja brenda çtive 104 librave, brenda 104 librave Allah Azza wa Jall ka dashur na tregu se gjithçka unë e kam shpall, gjithçka unë e kam mësu, se veç Allah i ka mujt me mësu njerëzimin. Do thonë kjo është ajo më e rëndësishme që me kuptu. E pe këtyve 104 librave. Cili libër ka met original, ama original 100%. E din a ketë apo? Veç Kurani ka met original apo? Mja u bo një pyetje. Me marr gjithse cilin për juve këtu, edhe me marr gjithse cilin për juve jashtë. Edhe mja u qel Kuranin, para mendone, mja u qel Kuranin, edhe me lexu drejt. Sa për juve e lexojnë Kuranin pas një gabim? A kuptoni? Kisha kin dortane. 104 libra Allah i ka shpall, 104 fleta. Pi 104 fletave një e kena këtu. Kështu mu paskon diçka për dunjas, me të mësu me bo pare, pasha Allahin, s'kishi flet asnjoni për juve, e asnjoni për njerëzve që i njoh na një, derisa e mëson që ata për marit me bo pare. E kuptoni? Ama ne shka bojna? Kur janë punat e Kurani, ave leje pak, ave pak dunjaje, ave pak ne, po si jap na zor. Para mendone, veç banja pyetja vetës, s'ka nevojë këtu përgjigje me dhon publike. Banja pyetja vetës. Kur lexoj Kur'an, sa gabime i baj? Apo ndoshta ala kina prej neve që s'di me lexu Kur'an. Për shembull, a disa është interesante ti mos me ditë me lexu Kur'an. Shumë interesante dhe shumë e çuditshme është. Pse? Se ti nuk jep zor, ama nuk jep zor për të mësuar fjalën e Allahit që ka qëndruar mucize. Para mendo, ka qëndruar mucize pi pejgamberit alayhis salam. Deri ditën e sotit s'ka ndryshuar asnjë gjym shkronje. Para mendo Hafiz Shuaibi, Hafiz Ademi, e din komplet në kryen e vet fjalën e Allahit Azza wa Jall që ka. E kuptoni sa është krenari për me ditë fjalën e Allahit. E krenaria e madhe është me ditë me lexu Kur'anin pas një gabim. Ama pas një gabim. Me qenë Kur'ani dhe mjanis, Bismillahirrahmanirrahim. La tajdanna ashadda an-nasi adawatan lil ladhina amanu al-yahud wal ladhina ashraku. Me lexu hiç pa unal. Ama jo ti janis, la tajdanna ndalësh e mendon anë këni. Do të thonë lip me dhon ti mund maksimal që me përmirësu leximin tan. Para mendoni një hadith që e tërheq robin për mësue, e tërheq e ngrej kënena për mësu Kur'anin. Thot pejgamberi alayhis salam, kush e mëson fjalën e Allahut, edhe ka vështirësi. Në momentin që ka vështirësi edhe ai lexon me gabime, Allah Azza wa Jall ja shkon 2 sevape. Në çdo shkronjë. A në çdo shkronjë kënaqë ka 1 sevap. Para mendo, a pejgamberi alayhis salam në transmetim tjetër thot i ka me 10 sevape. Para mendo në shkronjë Kur'anit 10 sevape. Elhamdulillahi rabbil alamin i ka 70 sevape. Elif lam mim i ka 30 sevape. Para mendo vetëm i shqiptu. A e kuptoni sa matematikë e madhe. Ti i cili ki nevojë, edhe ti i cili ki vështirësi, derisa e lexon Kur'anin ki 2 sevape. Ama jo tan jetën me qëndruar ti vallone shumran e kam lexuar Kur'anin. Jo, li po mundu me zhvillu leximin tan. Tu shkuna për xhallar, të mësu te xhvidin, të mësu me khrajul hurufin, të mësue rregullat që më mujt me mësu Kur'anin mirë për me pat jetën tane shumë më lehtë me mësu Kur'anin. Për këtë arsye motivon e vetëm. Para mendon 104 libra, 103 janë hub. Janë hub, janë zhbi, i kanë ndryshu, krishterët i kanë ndryshu jehud, i kanë ndryshu popujt që kanë jetu para aktive, ja u kanë ndryshu këtë kuptimin, edhe ti e ki veç Kur'anin e Allahit Azza wa Jall, edhe për këtë po mundosh me arrit, vallaj, nëse jepni mund, veç 3 muaj. Veç 3 muaj. Ka 3 herë në ditë, 3 muaj, ka 3 herë në ditë, Kur'anin e mëson si bilbil me lexu. Ama si bilbil e mëson, veç mundoje vetën tane. Për këtë arsye, nëse ndonjëri për ju e ka nevojë, jeni atgatshëm gjithsesi cilit më mësu. Veç për Allah, veç me u përmisu leximin e juve për mujt me fitu shpërblimet e Allahit Azza wa Jall. E pikë tjetër dashur besimtar është që Idrisi alayhis salam, e kjo pika ndoshta është pika më e rëndësishme e ligjëratës. Idrisi alayhis salam
është i pari që e ka përdor lapsin. A është një filozof, a është Idrisi a.s. këtë rast. Se kur folna për ilm, për shkencë, për se na shkon menja munjer të na i shkencëtar, na shkon të na i filozof, po s'na shkon të pejgamberi Zotit. A Idrisi a.s. para mendone, nuk ka qenë këtë rast një filozof. Qysh mundohen serbe na tregu se jo shkenca automatikisht është më e fuqishme se feja, se automatikisht nuk ka, për shembull pejgamberët e Zotit e zonë që nuk kanë ditë, veç kanë pasur shpallë episodit, jo. Idrisi a.s. është kanë njëri parë në historinë e njerëzimit që e ka përdorur lapsin. Edhe Idrisi a.s. a mësu për me shkrujt prej Allahit azza wa jall, edhe e ka mësu popullin e vet çysh me mujt me shkrujt. A e kuptoni sa jep vlerë dini Allahit, do të thonë leximit, ilmit, që jep edepit, ilmit, a e kuptoni? Para mendone, këshire është një disen interesant, fjala dije, al-ilm, Kur'an përmenet 80 herë. A fjalë që janë rrajt kësaj foljes, dinë, do të thonë që përmenet në Kur'an, ata di, përmenen me 100 herë. A pjesë tjetër është që njerëz me arsye, për shembull njerëz me arsye kush janë? Ato që kanë dituri, që kanë ilm. Allahu azza wa jall, Kur'ani ka përmend 16 herë, ndërsa fjalën arsye ka përmend 46 herë. S'mundesh me pat arsye nëse si i mëshëm. A kuptoni? S'mundesh me pat arsye asnjëherë nëse ti je si i mëshëm. E Allahu azza wa jall me 100 herë pas ka përmend edhe fjalën dije, edhe arsye, edhe njerëz me arsye, pse veç me dhon ti stimulim mu bën njëri mëshëm. Ndërsa hadithët që i ka tubu veç Buharia i njëha ishin 102 hadithe, 102 hadithe veç ndodhon koleksionin e Buhariut që pejgamberi alayhis salatu wasalam i ka ngrejnë atë aspektin edhe ju ka dhënë vullnet muslimanëve çish me mësu dinin e Allahut. E ne li mu bën njerëz mëshëm. Ka dallim njëri mëshëm pi njëri xahil. Ka dallim të madh. Allahu azza wa jalla ka përshkruar në Kur'an, a mendoni se janë barabartë ata që dinë dhe ata që s'dinë? Për shembull, a jeni ju të barabartë që vini këtu në ligjërat, edhe a janë të barabartë ata të cilët refuzojnë për marrë ligjërata? Asnjëherë. Ata të cilët vinë ligjërat e dojnë ilmin. Ata të cilët vinë ligjërat dojnë me mësu diçka. Se ai të cilit nuk do marrë ligjërat, ai mendon me veten e vet se unë krejti di edhe rri edhe nuk vi. Ama ai i cili ndan pikos vetë dhe vjen këtu, shkon xhamia tjera, shkon në xhlise tjera për me ngu, ai ka dashuri për me mësu dinin e Allahit. E për këtë arsye ne li mundu shpesh herë që ta mësojnë dinin e Allahit duke prezantuar me xhlise të hajrit, po ashtu edhe me zhvillu kulturën e leximit. Nëse Allah azza wa jall që sa herë na ka thënë Kur'an për çështjen e arsyes, për çështjen e ilmit, për çështjen e njerëzve me arsye, lip mi nxej edhe ne karriket e tona. E dikush për shembull thotë, unë kam fobi pi librave. Se efte e ki, mësohesh, kadar, 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, mësoju edhe vetë me marr informacione. Informacione për dinjen e Allahut, informacione për jetën tënde, që ta zhvillosh edhe jetën tënde në aspektin ekonomik, edhe aspektin shpirtëror. Për këtë arsye, pejgamberi alayhis salatu wasalam tregoi që tregu më herët që njerëzit më të suksesshëm janë ata të cilët janë edhe në këtë botë suksesshëm edhe në botën tjetër. E është një ngjarje. Ndoshta e keni ndëgju këtë ngjarje, po ndoshta se keni ndëgju këtë ngjarje. Në betejën e Bedrit, banë men këtë, në betejën e Bedrit, muslimanët i kanë kapi kundërshtarëve 70 rob. 70 roba, po. I kanë kapë edhe kur e kap robin, çka do me boti? Për shembull kur e sheh robin, ti mundesh me u lip palës tjetër pare, mundesh me lip pasuri, edhe me ta dhon ty robin. A para ndo muslimanë në atë kohë janë kanë, çish me thon, shumë dobë, shumë të varfër, kanë pas shumë nevojë për pasuri, për ushqim. Për nai deve, për nai kali, për çështje të luftës, e kupton, ose për bakti, kanë pas shumë nevojë muslimanët. Edhe a kanë mujt mjali për shembull, kanë mujt mjali tive 7 kundërshtarëve, ti më jep çikaç pasuri, unë ti të lishoj pirobris, apo. Po jo se kanë boket. Muslimanët janë kanë të interesuar për pasuri. Janë kanë të interesuar 100 herë më shumë për ilm sa për pasuri. Para mendon se kanë kërku. Kanë kërku piative 70 robëve për m'ia mësu fëmijëve të muslimanëve, m'ia mësue shkrimin, leximin edhe këndimin, nëse do t'i mu liru. I mëson një rob, ja mëson 10 vetave, 10 fëmijëve të muslimanëve, ja mëson shkrimin, leximin edhe këndimin edhe ti fiton lirin. A shim çish ka kërku pejgamberi alayhis salatu wasalam me shkollu umetin e vet. A e kuptoni? Do kanë mujt një alip, parët edhe ti automatikisht bosh i pasur, po ilmin se ki. E pejgamberi alayhis salatu wasalam e ka lënë me një pasurin, e ka kërku, hajde, ta bojna me sinqeritetin më të madh që popullin ton ta shkollojnë edhe ato fëmijë. Do thon 70 herë 10 sa bojnë? 700 apo? Do thon 700 fëmijë janë mësue për me lexu, për me shkruajt edhe për me këndu. Do thon 700 fëmijë kohën e pejgamberit alayhis salatu wasalam. E kjo është një shkollë e madhe. Piative 700 fëmijëve sot është bereqeti i madh, e kuptoni? Do thon se piative kanë dalë tabiente për mas, pastaj ka vazhduar gjenerat pas gjenerate për marrë Islami deri në trojet tona. E trameta si pikë është që Idrisi alayhis salatu wasalam është kon i pari që është marrë me çepje, roba çepsi apo.
Përpara, paramendo, pite Ademi a.s. deti Idrisi a.s. njerëzit nuk janë kanë lakuriç. Janë mbulu me likura, dhe kanë mbulu trupin e vet me likura. Ama masi ka ardhur Idrisi a.s. e ka mësu çëshmi kep likurat. Do të thonë kjo ka qenë një prej shkollave që Idrisi a.s. e ka mësu popullin e vet. Do të thonë mësimin e çepjes, do të thonë likurave dhe rroba çepsisë. E katërta është që Idrisi, e 14 është që Idrisi a.s. e ka marrë kohën, paramendo pikur e ka marrë kohën. Çe ka marrë kohën nëpërmjet yjeve dhe planetave. E ka marrë kohën kur është për shembull ditë, kur është natë, kur i vakti akşamit, kur i vakti sabajt, i drekës, i kindjes, e kupton? Do të thonë edhe këtë ka pasur sikur pikë të fortë, është i pari i cili është marrë me matematikë. E kjo është interesant, ha? I pari pejgamber, edhe i pari njeri në rruzullin toksor që është marrë matematikë. Paramendo këto që jam ti potencu, veç njëna më kanë e vërtet, paramendo sa li bobo lajm. A e kupton? Se nëse zbulon dikush i pari, e zbulon një sen i pari, mundon çdo, nëse është për shembull jo i fesë islame, mundon mi dhon fokusin, boli zbulim shkencor, boni zbulim të madh. Këshire pejgamberi Allahut, matematikën, rroba çepsin, i pari ka shkruajt me kalem, atë i marrën e diçka shumë rahat. Jo valla kjo është krenari e madhe. I pari ka qenë pejgamber që ka shkruajt. A e kuptoni? I pari që e ka marrë kohën. Që tash ne kena orën, e matë në kohën shumë letë, se sillet saati pa na vetë neve dhe pa vetë natë, automatikisht sillet. Ama atëherë është ka problem, se s'ka pas as sahat, as kur gjo. Ai ka marrë kohën, ka ditë kur është drejt, do të thonë vakti drekës, sepse atëherë s'kan kanë namazet që kena ne, ato i kanë pas namazet tjera që kanë për kohën e vet, që nuk ka transmetime të sakta, po ato e kanë adhuruar Allahin dyqysh, edhe atëherë e kanë adhuruar Allahin edhe ato kanë ditë me marrë kohën. E kuptoni? Do thonë kjo ka qenë një pikave. Pika e 16 është që ai është kanë i pari që e ka ndërtuar një qytet edhe një civilizim. E ka ndërtuar një qytet, për shembull me ndërtu Shkupin. E ka ndërtuar një qytet në kohën e vet, edhe e ka ndërtuar një civilizim. E 17 është që kimin, paramendo lëndën e kimis, i angjesin Idris a.s. Do të thonë edhe kjo është një prej informacioneve. E kjo jep me kuptu gjithsecilit prej neve, jep me kuptu se nuk ka qenë veç të huaj që kanë kontribuar për me ardh njerëzit edhe me ditë diçka. Mas shumë ti që ka dhënë kontribut, kanë dhënë pejgamber të Allahut që mi ditë shumë sene. Paramendo, mas shumë ti për me jetues, po folna për çështën e lidhshmërisë krijues, e kupton? Njerit me Zotin, ato normal që janë kontribut, ama edhe për informacionet dhe për domosdoshmërinë tonë tokë, kanë qenë pejgamber të Allahut të parë, e Allahu Azza wa Jall, që përshkruajti Idrisin a.s. e përshkruajti me tre cilësi. E para është që ka qenë i drejtë, që këtë pejgamber, për shembull, ka njerëz drejtë, e kipo në jetën tonë, kena dikant që është i drejtë, se ama pejgambert kanë qenë njerëzit më të drejtë. S'ka më drejt se pejgamber të Allahut. E dyta cilësia është që ka qenë pejgamber, edhe Allahu Azza wa Jalla ja dërgoi 30 fletushka, edhe e katërta e kemi ngrit Idrisin në një vend, në një shkallë shumë të lartë. E ngritja e Idrisit alayhi salatu wasalam. Këtu po dojna me bëni komparacion, po dojna me bëre Idrisi alayhis salam dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Idris alayhi salatu wasalam, Allahu Azza wa Jalla i ka thënë: "Wa rafa'nahu makanan 'aliyya", ndërsa pejgamberit alayhi salatu wasalam, çka ka thënë Allahu Azza wa Jalla? "Wa rafa'na laka dhikrak", apo. Am tregon dikush për juve, apo të ka hajdi këtu. Am tregon dikush për juve, kush është njeri më i famshëm në historinë e njerëzimit që ditë për ditë përmendet. Ti vllai e ti vetë. Do të thonë njeri më i famshëm në historinë e njerëzimit kush është? Do të thonë Muhamedi alayhis salam, sallallahu alaihi wasallam. Para mendoni, Allah i thot: "Wa rafa'na laka dhikrak", ta kina ngrit famën. Para mendoj, la ilaha illa Allah. Para mendoj, nuk ka zot tjetër posa Allahit. Kush vjen më njerë mas? Muhammedur Rasulullah. Ka ma krenari se kjo ajo. Allah Azza wa Jalla ka ngrit famën më shumë në historinë e njerëzimit Muhamedi alayhis salam. Namaz në tehiyat e përmenda, në za përmendet, në hadithe përmendet, në ligjërata përmendet. Ku të shkojsh në shtëpinë tane përmendet, ku të ndëgjohet përmendet, nuk ka çast, mane men, nuk ka sekond që kalon botë që s'përmendet s'paku një herë Muhammedur Rasulullah. A kuptoni? Do të thonë sa Allah ja ka ngrit famën Muhamedit alayhis salam. Do të thonë njëri më i famshëm që një historia e njerëzimit, që kur s'ka më arrit kërkush mu bo më i famshëm se pejgamberi alayhis salatu wasalam, vetë se Allah Azza wa Jalla ja ka ngrit pejgamberit alayhis salatu wasalam famën. Wa rafa'na laka dhikrak. Para mendo, ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, sa emër i madh. Para mendo, në arshin e Allahit Azza wa Jalla shkon, la ilaha illa Allah, gjithë me pejgamberin, me fjalën la ilaha illa Allah, çndron Muhammedur Rasulullah. Hala pa lind pejgamberi alayhis salatu wasalam, Allah ja ka ngrit famën. Ja ka ngrit famën shumë nalt pejgamberit Allahit. Do të thonë, li po kon krenar në çina ummeti pejgamberit alayhis salatu wasalam.
Musa a.s. e kam tregu më herët që ka qenë xhelos pse nuk është ummet i Muhamedit a.s. Se ne ina ummet i fundit, ama i pari kina mu gjuku ti Allahi. Ne ina ummet i fundit, ama pejgamberi a.s. por ummetin e vet një ka një. Për gjithë se cilin prej neve ka me kërku shefat e pejgamberi te Allahi azza wa jall. Për me nashti Allahi azza wa jall xhennet ati. A kuptoni se kanë kena pejgamber. Tu e bë komparacionin mes pejgamberit Allahit Muhammed a.s. Këshire tash vjen Idrisi a.s. Wa rafa'nahu makanan aliyya. E kena ngrit me nivel shumë të lartë. E çish është kjo ngritje? I lexova dy mendime të ulemave që i kanë dhënë për ngritjen e lartë. E para është në mënyrë figurative, për shembull për arsye të respektit, të kena ngritë që të kena bëu pejgamber, e kupton? Për arsye të respektit që të kena bëu pejgamber ose që ti të kena dhënë nam të madh, e kupton? Kjo është e para, a mendimi i ditë që Allahu Azza wa Jall e ka ngrit Idrisin alayhis salam qiellin e katërt. Do të thonë e ka ngrit Idrisin alayhis salam qiellin e katërt. E Abdullah ibn Abbasi e ka pyet Kabin. Kjo është një transmetim i Abdullah ibn Abbas që e ka pyet Kabin, o Kab, çka mendon për këtë ajetin wa rafa'nahu makanan aliyya? Çka mendon o Kab për këtë ajet? Kështu Kabi i thot, Allah i ka thonë Idrisit, o Idris, brenda 24 orëve çdo vepër e birit të Ademit ngritet lart. Në kohën e Idrisit thuhet që kanë jetuar dikon 250.000 njerëz. Në kohën e Idrisit alayhis salam, thuhet që kanë jetuar 250.000 njerëz. Ishte një transmetim, sa është i saktë Allahu alem. 250.000 njerëz. Para mendoni, komplet çto 250.000 njerëz, sa kanë bëu vepra të mira, veç Idrisi alayhis salam që ka bëu vepra të mira, më shumë se 250.000 njerëz. A e kuptoni? Do të thonë për çket e ka komentuar Kabi, ka thonë vepra më shumë ka bëu Idrisi alayhis salam sa komplet ummeti vet. E për këtë arsye, ta dini se për çdo ditën tonë që ka përcen, shkon raporti joni veprave tona te Allahu Azza wa Jall. E mbani mend mirë se çfarë raporti ne i dërgojnë Allahut Azza wa Jall. Për çdo ditë. Kalon çdo ditë e hangër sot këtë ditën ti mendon ka përcej dita dalin nesër. Çka ditë ka shku raport te Allahu Azza wa Jall. E Idrisit alayhis salam, para mendonim tu di mendimet, i pari mendim që në mënyrë figurative, i dyta që e kanë ngritur qiellin e katërt. Po para se me ngrit qiellin e katërt, Idris alayhis salam ju shtu vullneti për me jetu. Ju shtu vullneti për me bëu shumë punë të mira. Se masi Allah i pja pranon veprat e mira, do të bëu shumë punë të mira, që hajde të bëj sa më shumë punë të mira që Allah Azza wa Jall takzoj. Në këtë moment Allah Azza wa Jall ja dërgoi një melaçe. Ja dërgoi një melaçe, është hadithi pejgamberit alayhis salatu wasalam, ja dërgoi Allah Azza wa Jall një melaçe. Një melaçe ja dërgoi Idris alayhis salam, edhe i tha, kush je ti? Tregoj që është melaçe afër te Allahut. Idrisi alayhis salam i tha, a mundesh me shkue melaçes vdekës, mi thonë me mashty pak e xhelin, me bëu shefat ndërmjetësim që mi ashti e xhelin Idris alayhis salam. Edhe melaçe i tha, hajde të marr me veti, edhe shkojna e takojna, do të thonë melaçen e vdekjes, edhe ta shohna, nëse ta shtyn e xhelin mirë. Edhe e merr melaçen e vdekjes, e merr e hip në shpirtin e vet. Edhe hypin qyllin e parë, qyllin e dytë, qyllin e tretë, qyllin e katërt. Qyllin e katërt takohen rastësisht me melaçen e vdekjes. Edhe kjo melaçe që po do me çu amanetin e Idrisit, e takon melaçen e vdekjes dhe i thotë e kam një amanet kështu. Thot po ku është Idrisi? Thot Idrisin e kam me veti. Thot la ilaha illallah. Thot Allahu Azza wa Jall ma dha urdhnin që m'ia marr shpirtin Idris alayhis salam qyllin e katërt, a unë mendoj se ai është në tokë. A e kuptoni? Edhe këtu ndodh vdekja e Idrisit alayhis salam, ja merr shpirtin melaçe e vdekjes Idrisit alayhis salam në qiellin e katërt. E pejgamberi alayhis salatu wasalam, se disa thonë që polemika është që është gjallë Idrisi, nuk është gjallë, është se është ngrit sikur Isa ajo. Po shumica ulemave anëshin te mendimi që ja ka marr shpirtin edhe ka dekë në qiellin e katërt, po hadithi pejgamberit alayhis salatu wasalam kur ka shku Isra Miraj. Është hadithi i saktë, bile transmetohet Buhari, Muslim, Tirmidhi dhe Nesai. Në katër sunene transmetohet ku thuhet që pejgamberi i Allahut kur ka hyrë qiellin e parë ka pa një pejgamber, dytin e ka pa tretin, kur ka pa katërtin e vetë Xhibrail Emini thot ja Xhibrail, kush është ky pejgamber? Ky thot, kush është ky njeri? Thot, ky është një pejgamber i Zotit, ky është Idrisi alayhis salam, edhe ja ban merhaban ya Rasulullah, edhe pejgamberi alayhis salatu wasalam e përshëndet ata, edhe pastaj vazhdon rrugtimin. Do të thonë, disa kanë mendime që thuhet që është gjallë, është i këtij hadithit, ndërsa shumica e ulemave thonë me hadithin tjetër që melaçe ja ka marr shpirtin Idris alayhis salam qiellin e katërt, edhe me këtë përfundojna historinë e Idrisit alayhis salam, që është një histori e shkurtë që përmendet pak në Kur'an dhe ka pak transmetime për këtë, kështu që lutim Allahun azza wa jall që ta kishte bërë këtë histori dobishme që për ta kuptuar se çfarë shkolla na dha Idrisi. Do thoni i pari që shkrujti, i pari që përdori matematikën, i pari që përdori që dike me kep, i pari që e moti kohën, do thon, për shumë sene ka qenë i pari, ka qenë një rob i Zotit që Allah azza wa jall e ka ngrit me një vend të lartë, e kështu e lutim Allahun azza wa jall që edhe neve të na ngrit me një vend të lartë në xhenetet e tij.
E inshallah bashkarisht që na ka mbledh këtë vend na të bëjë edhe në xhenetin e tij. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.